Qënë se unë ngrit tema e fshatit, mendoj që ndonë se ne kemi shumë kolegë nga ana majorancës që flasin me shumë kompetencë për fshatin, dhe unë sigurisht, pa tjetër që qetësia në sallë nuk respektohet njësoj pala juaj me palën tonë. Unë gjova me shumë qetësi çdo kolegë që foli sot, do kisha sigurisht dëshirën që të m'jepni të njëjtin respekt, qartazi nuk është rasti. Kur flet dhe ti, nuk e di do me thënë. Doja të flisja në fakt i nderuar. Ke këtu që kur kam lindur unë të lutem, më dëgjoj se kush e di kam diçka interesante për të thënë. Është e sigurt që kam diçka interesante për të thënë. Kështu që më dëgjoj me qetësi. Por duke qenë se më ka rastisur që të përfaqësoj një zonë bujqësore, kam qenë jo vetëm këtë periudhë si cilësuan disa nga kolegët parafolës, por ne jemi gjithë periudhën në takime të vazhdueshme me qytetarët, edhe me bashkëtarët. Kështu që më ka rastisur të shkoj shpesh në fshat, jam interesuar pafund për sa i përket skemës kombëtare për këtë vit, dhe disa nga faktet që nuk dua t'i ndaj në fakt me kolegët tu deputet, se e di që do thonë jo po s'janë vërteta, jo po nuk është kështu, jo po është ashtu. Dua t'i ndaj me qytetarët që janë atje në zonë dhe që kanë interesin maksimal që të aplikojnë të skema e fermerëve për këtë vit. 12.000 lekë për krerë. Kjo është diçka sigurisht shumë e rëndësishme sepse është ulur numri i krerëve. Dhe kjo patjetër që është diçka që është shumë relevante, ne e kanë kërkuar në zonë pafund këtë gjë, dhe sigurisht që i ndihmon fermerët, duke pasur mundësinë që një pjesë më e madhe e tyre të përfshihen realisht në skemën e fermerëve. E dyta lidhet me bletarët. Duke qenë se zona Prenjasit ka një numër të lartë bletarësh, patjetër që kjo është një nisëm që vlen. Dhe sigurisht diçka që Ministria ka bërë këtë vit është dyfishimi i mbështetjes për bletarët. Kanë konkretisht një mbështetje për 2.000 lekë për secilin prej zgjuarve të bletëve. Patjetër që për fermat organike, që nuk u përmendën fare këtu, që në fakt është një investim i cili na bën konkurrues në Bashkimin Evropian, ka mbështetje për çdo vit. Duke filluar që nga viti i parë që mbështetja është 100.000 lekë, viti i dytë 100.000 lekë, viti i dytë 150.000 lekë, viti i tretë 150.000 lekë, dhe për vitin e fundit që është dhe në fakt kur ti bëhesh një fermë e certifikuar organike, mbështetja është 200.000 lekë. Një mbështetje patjetër që duket e vogël kur ne e flasim vetëm si shifra, por që në jetën reale të atyre fermerëve që varen nga toka dhe nga puna që bëjnë, patjetër që kjo është një iniciativë shumë e mirë. Kështu që unë ditë them që fermerët realisht mezi e presin, e vetmja sfidë që kemi pasur me fermerët që besojnë ndoshta ndodh në të gjitha zonat, nuk ndodh edhe në zonën që unë përfaqësoj, lidhet me plotësimin e dokumentacionit. Dhe këtu në fakt i bëj thirrje jo vetëm bashkive ku unë jam përfaqësuese, po edhe në bashki tjera, që bashkia të jetë më aktive për të asistuar dhe për të ndihmuar fermerët, që ata ta kuptojnë se çfarë është skema, ta kuptojnë se cilat dokumenta ata duhet plotësojnë për të bërë në fakt përfitues i skemave. Avantazhet dhe përfitimet që Shqipëria ka pasur nga antarësimi në CEFTA sigurisht kanë qenë të larta. Dhe ky protokoll sot zgjidh edhe një problematik tjetër që është vënë re nga eksperjenca e CEFTA-s. Konkretisht sa herë që kishim mosmarrveshjet mbeteshin peng e diskutimeve midis palëve, mbeteshin peng e koncepteve politike, ndërhyrjeve politike, dhe shpesh herë mbetesh një kamion në dogan për shkak të këtyre problematikave politike. Çfarë është kuptuar nga gjithë kjo eksperiencë është që me anë të këtij protokolli, pra protokolli nr. 7, mund të bëhet e mundur që ne këto mosmarrveshje t'i zgjidhim me procedura më të thjeshtuara, t'i zgjidhim në një mënyrë që adreson në fakt boshllëqet që ka pasur më përpara, dhe mbi gjitha të jemi më transparent, më efektiv, të mund të arrijmë të konsultojmë, të ndërmjetësojmë dhe të bëjmë arbitrazh. Dhe kjo sigurisht nuk është diçka që patjetër ndoshta s'ka interes për këtë sallë, por ka interes për biznesin shqiptar, sepse biznesi nuk ka nevojë vetëm për tregje, por ka nevojë edhe për siguri. Dhe ka nevojë të di që kur përballet me një pengesë, qoftë kjo një tarifë e palishme, qoftë kjo një vonesë arbitrare në kufi, ekziston një mekanizëm serioz dhe funksional për ta trajtuar. Dhe duket sikur zbatimi i protokollit 7 është në fakt thjesht një detyrim formal, por realiteti është nuk është vetëm një detyrim formal, është edhe një hap shumë i rëndësishëm në rrugën tonë drejt integrimit evropian. Sepse pikërisht Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit, kur shprehet mbi kapitullin 30, që është ai mbi mbardhëniet e jashtme, thot konkretisht zbatimin e plot të angazhimeve të CEFTA-s. Dhe ky është pikërisht një nga detyrimet që Shqipëria duhet përmbushë. Dhe dy fakte tjera që doja të ndaj me ju. Nuk e di a e dini, por tashmë sekretariati i CEFTA-s drejtohet nga një shqiptare. Dhe patjetër që ky është një lajm i mirë, nuk është thjesht protokoll apo procedurë, është mbi gjitha rëndësia që vendi ynë ka marrë në organizata ndërkombëtare. Fakti që drejtimin tashmë ka një shqiptare. Dhe e dyta që doja të përgëzoja ekipin, tashmë presidenca e CEFTA-s është gjithashtu nga Shqipëria. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm që i lejon vendit tonë që të vendosë prioritet
prioritetet që CEFTA do ketë për gjatë vitit 2026. Dhe kur flasim për prioritete, Shqipëria ka vendosur 4 prioritete kyçe që besoj janë me interes për biznesin. E para lidhet me rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes së vetë biznesit në vendimarrje. Një pikë kjo që ndryshon mënyrën e konceptimit të CEFTA-s. E dyta lidhet me forcimin e bashkëpunimit politik dhe institucional mes anëtarëve, patjetër një pikë e rëndësishme duke marrë parasysh gjithë rajonin, dhe e treta, rezultate konkrete për lëvizjen e mallrave, korridoret e gjelbra, turizmin dhe tregtinë agro-ushqimore. Dhe sfundi, por jo nga rëndësia, është mbështetja e investimeve me vlerë të shtuar përmes një tregu rajonal më të harmonizuar dhe më të parashikueshëm. Sigurisht këto janë pika që nuk mbeten vetëm letër, por që japin një interes dhe një produkt konkret për bizneset shqiptare, sidomos për ata që eksportojnë nga Shqipëria. I jep një lehtësim dhe një mundësi më tepër për të bërë pjesë e këtyre tregjeve.